Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë dhe gruaja ime kishim vite bashk. Nuk ishim çifti perfekt, por kishim mësuar të jetonim me ritmin e njëri tjetrit. Intimiteti mes nesh kishte qenë gjithmonë i thjesht, pa shumë eksperimente, pa shumë biseda të thella për dëshirat apo kufijt. Thjesht vazhdonim ashtu siç dinim ne. Një mbrëmje, nga ato që nisin me heshtje dhe përfundojnë me keqkuptime, vendosëm të provonim diçka të re, diçka ndryshe. Jo sepse dikush e kërkoi me ngulm, por sepse menduam se ndoshta kështu duhet, pa e diskutuar realisht. Gruaja ishte shumë e pasigurt, unë isha i pavendosur, por asnjëri nuk foli. Gjërat nuk shkuan ashtu siç ne i kishim imagjinuar. Ishte hera jon e parë që kryenim marrëdhënie intime në një mënyrë që se kishim bërë asnjëherë tjetër. Një moment i sikletshëm, një reagim i papritur, një ndalesë e menjëhershme. Gruaja u mbulua nga turpi pasi pa të mbështjell veten me nevojën personale. Unë mbulova nga ndjenjat e fajit. Nuk ishte askush fajtor, por të dy u ndjem shumë keq, sikur kishim dështuar në diçka që nuk e kishim kuptuar mirë që në fillim. Ai u largua nga dhoma, u mbyll në banjo dhe qau. Unë qëndrova ulur, duke kuptuar sa pak kishim folur ndonjëherë për trupin, frikrat dhe kufijt tanë. Për herë të parë, intimiteti nuk ishte afrim, por një pasqyrë që na tregoi sa shumë mungonte komunikimi. Kur u kthye, nuk u përqafua menjëherë. Folëm me zë të ulët, me ndrojtje. Ajo më tha që nuk ndihej gati, që ishte ndjerë nën presion, edhe pse unë nuk e kisha synuar kurrë këtë. Unë i thash që më vjen keq, nuk e kisha pyetur, thjesht e kisha imponuar. Atë natë nuk pati më asgjë tjetër, por pati diçka më të rëndësishme, ndershmëri. Kuptuam që intimiteti nuk është të provosh gjithçka, por të dish kur të ndalesh, të kuptosh tjetrin, të flasësh para se të veprosh. Që nga ajo ditë, marrëdhënia jonë nuk u bë më e guximshme, por u bë e sigurt. Dhe ndoshta kjo ishte ajo që na mungonte vërtet.